Një nga vendimet e shumë diskutuara ka qenë leja që ka dhënë ministre e mjedisit Mirela Kumbaro për ndërtimin e resort Manastirit nga kompania Alpstar e Hidayet Ismailajt brenda zonës së mbrojtur të parkut të Butrintit. Me një vendim të beft në vitin 2021, Kumbaro dha shumë lehtë firmën që gjiri Manastirit në hyrje të zonës së Ksamilit të hiqej nga zona e mbrojtur, ku më pas Këshilli Kombëtar i Territorit dha lejen për resort. Projekti u kundërshtua me forcë në ato kohë, teksa vet Kumbaro në një interpelancë në Kuvend tha se projekti është një pikë voçkël, por pika e Kumbaros sa vjen dhe zgjerohet e zmadhohet. Në dokumentet e KKTU-s të miratuara në vitin 2024, shfaqen harta ku duket mjaft qartë se pika është shumë fishuar, çka ka sjellë që gjithë ai investim në pronë publike të jetë shumë i diskutuar. Sipas dokumenteve, në korrik të vitit të kaluar, KKTU mori një vendim me numër 26. Objekti ishte miratimi i rishikimit të kushteve të lejes gjatë ndërtimit për objektin resort turistik 2, 3 dhe 4 kate mbi tokë dhe 1, 2, 3, 4 nën tokë, me vendodhje në bashkinë Sarandë. Mësohet se kërkesa ishte e subjekt zhvillues Manastiri Resort, drejtuar Këshillit Kombëtar të Territorit. Në fund vendosi miratimin e rishikimit të kushteve të lejes, të miratuar më herët në muajin qershor 2021 të KKT-s. Në pikën 2 është edhe harta e plan vendosjes së strukturave të miratuara me vendimin numër 9 të datës 10 qershor 2021 të KKT dhe zëvendësohet me hartën dhe plan vendosjen e strukturave bashklidhur këtij vendimi. Në një tjetër pikë, thuhet se ngarkohet Agjencia e Zhvillimit të Territorit në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit për zbatimin e këtij vendimi. Redaksia e Vox News u lumtoi dokumentet shoqëruese të kësaj leje, ku duket ndryshimi drastik mes hartave të vitit 2021 dhe atyre të vitit 2024. Shihet se projekti është zgjeruar disa herë, duke e bërë pikën e voçkël të Kumbaros një resort gjigant. Në fotot e këtij vendimi shihet se resorti është ngjitur me rrugën dhe do të bëhen edhe ndërtime 4-katëshe. Madje do të bëhen hotele dhe parkime të stërmëdha, por ajo që shihet në gjithë këtë projekt është gatishmëria e Kumbaros për ta miratuar dhe asnjë nga institucionet e tjera se ka marrë guximin për ta kundërshtuar. Gjithashtu, kemi siguruar edhe fotot e projektit të ri të miratuar në vitin 2024 dhe të sapo zbardhura nga KTU. Gjithkush që ka kaluar drejt Ksamilit ka parë se pika e voçkël e Kumbaros gjithmonë rritej e zmadhohej, por asnjëherë nuk ishin zbardhur dokumentet. Tashmë duket ndryshimi tepër i madh ku kjo pika është bërë një qytet i stërmadh, madje i gjithi në zonë të mbrojtur dhe me firmën e vet Kumbaros.